Si armik I zogut dhe I feudo-borgjezisë që erdhi në fuqi, Qajupi nuk u kthye në dhe, por ai nuk e pushoi kur luftën. Në tragjedin Burri I Dheut, Qajupi ripërtrin figurën e ndritur të heroit legjendar Skënderbeut. Ndërsa me dhjatën e vjetër, godit tradhtarët, bejderët e kleriket që shtypnin dhe mashtronin popullin, ngre flamurin e luftës e klasave. Në të gjithë veprën e tij, ai lufton me guxim kundër shtypësve dhe mentalitetit prapanik të feudo-borgjezisë që ishte atëherë në fuqi. Por jeta runte për poetin fatkeqësi të tjera. Në 1919 I vdes I biri Stefani në moshën 27 vjeçare. Me brengën e zemrën e tij të përmalluar, Qajupi vuan filli vetëm larg vendlindjes. Dhe në vuaj, le të vuaj, po mos vdes në vend të huaj. Qajupi vdiq me 1930, ashtu siç nuk e dëshironte larg Dheut në Heliopolis. Por populli nuk e lanë dhe të huaj birin e tij të shtrejt. Pushteti ynë popullor I sollin atë dhe eshtrat e poetit dhe patriotit të madh. Në që vend kemi lerë, ku na bëjnë nderë në Shqipëri? Kuj duket balta me ëmbël se mjalta në Shqipëri? Populli ynë e nderon dhe çmon figurën e poetit të shquar, I cili me realizmin e tij shënoi një hap të ri në letërsinë shqipe të rilindjes. Ai prehet pranë trimash si Çerqizi e Bajotopulli. Që këndej nga vendi ku prehen eshtrat e poetit, duken viset ku kaloi feminia tij. Vanë mënte mia, vanë në Shqipëri, tek kam lerë. Sot shepëri I Qajupit ka ndryshuar. Tokut e mushkës ja ka dhënë vendin buqima makines dhe traktorit. Njerëzit punojnë të bashkuar, këndojnë e gëzojnë bashk, pa qenë nevoja të ratisen rrugëve të kurbetit. Dua të roj në për ara, nikja pranë të më ketë, të punoj ara të vetë, pa të mirosh, motë nga motë, grure misër të kem plot. Ky hidrocentrali jep fshatit dritë elektrike, ndërsa shkollat e vjeçare fshatit ngritur në themelet të shtëpisë së Qajupit përhap tek fshatarët dritën e diturisë, atë dritë për të cilën e ndroi e punoi me zell poeti. Për këta shepërio të ri, e ardhmja është e sigurt. Këta nuk kanë për ta njohur kur plagën e kurbetit. Shumë shkolla të vendit tonë mbajnë sot emrin e Qajupit. Ku kam dashur më me atë, ku më njeh dhe gurisatë, ku kam pasur shtëpinë, për gjyshrit ku kanë qenë dhe varre që kanë lënë, ku jam rritur me të rrime, ku kam folur duhën time, ku kam qishur, ku kam qarë, ku roj me gaz e me shpret, ku kam dëshirë të vdes. Qajupi këndoi shpirtit të popullit, luftës së tij për liri, për tokë dhe për parim. Sot populli në fuqi e ka vënë veprën e poetit në një pjedestal të lartë. Ajo njihet anë mban Shqipërisë. Njihet edhe për te kufive të Dheut.
Figura Çajupit frymëzon artistët tanë. Në Gjirokastër shtëpia kulturës, si banemin e poetit, është një qendër e gjallë artistike. Një nga teatrët profesioniste më të mira të vendit tonë, ai i Korçës, banemin e paharruar të Çajupit. Vargjet e tija të bukura kanë frymëzuar kompozitorët shqiptarë. Populli ynë, i udhëhequr dhe i edukuar nga mësimet e urta të partisë sonë të punës, nuk do të harroj kur patriotin e flakt, demokratin e vendosur, krijonjësin e satirës shqiptare, poetin e mas realist, Andon Zako Çajupin.